sa më shumë të luftohet, sa më shumë të rritet islamofobia, sa më shumë të rritet propaganda anti-islame, anti-hijab, anti-hoxhallar, anti-xhami, kështu më radh, interesimi për islamin është shumë më i lartë. Kjo ka ndodhur në Evropë, ato që thash edhe në Evropë, edhe në Amerikë, ku 70.000 Amerikanë në vite pranojnë islamin, me mira, edhe me qindra e pranojnë islamin në Evropë. Kjo është nga fakti se është shtuar ai presioni dhe propaganda ndaj islamit dhe muslimanëve, edhe ata të cilët janë neutral, evropianë ose amerikanë, edhe ata kanë filluar të interesohen, hajde të shohim kush është ky islami, hajde të shohim kush është ky Kurani, hajde të shohim kush është ky Muhamedi i këtyre, edhe ta ngadalë, edhe ato hinë në islam. Kjo është e barabartë me atë që ndodhi në fillimet e islamit në Mekë, në vitet 610 e këndej. Mushrikët çfarë bani? Interesant. Mushrikët, ajo opozita e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, dashur vëllezër, ato nuk zgjidhnin metoda se si ta pengojnë përhapjen e islamit. Interesant. Në aspektin e metodave edhe qëndrimit ndaj islamit dhe muslimanëve, bota nuk ka ndryshuar edhe nuk ka lëvizur as një centimetër. E kuptoni? E njëjta platformë e asaj propagande anti-islame, si ka qenë para 1400 viteve, për dhe para 4000 viteve, para 5000 viteve kur ka jetuar faraoni dhe Musaja a.s. Kur Musaja a.s. bashkë me Harunin a.s. urdhëruan të shkojnë ke faraonit, të bisedojnë, të debatojnë në fakt, edhe ti tregoj se kush është Zoti, kush është Allahu, faraoni çfarë i tha parisë të tij, popullit? Njësoj si sot që i thuan këto islamofobat edhe anti-islamat popullit. A i tha, donë të largoj nga feja juaj e të parve. Çfarë thot sot grupi i Deçanit? Lëvizje Dreçanit. Ato në krejt pjaneca. Çfarë thonë? Në këthim në të parët atë parët ative kanë qenë pagan, keni parasysh, me romakët, me bizantët, edhe para bizantët, edhe kështu më radhë kanë qenë adhurues të dillit, të hanës, të zjarit, të idhujve, të putnave, kështu më radhë. Edhe faraoni përdori të njëjtën metodë, interesant. Mos habitemi ne me këto. Nuk është për të habitur. Për muslimanët që janë në rrjedha të islamit vazhdimisht, nuk është habi. Është habi për ndonjë që nuk ka në taban të mirë dhe themel të mirë të shëndosh për islamin. Edhe faraoni tha, ky don t'ju kthej, t'ju largoj nga besimi të parëve tuaj. Edhe unë nuk një zot tjetër për ju përveç meje, se ai mos mund e teproj dhe quajti veten Zot. Edhe te Ibrahimi a.s. e njëjta gjë ndodhi me debatin që bëni me Nemrudin. Edhe te Nuhi më parë bashkë me popullin e tij që i bënte ato debate, por edhe tek pejgamberi alayhi salatu wassalam, dashur vëllezër, ndodhi e njëjta, do të thonë paria kurejshite, të cilët ishin kundër Muhamedit alayhis salam dhe muslimanëve që kishin pranuar islamin, ata nuk zgjidhnin metoda për të kundërshtuar përhapjen e islamit në Mekë dhe më gjërë. Një ndër metoda çfarë ishte? Një ndër metodat e tyre, sepse atër nuk ishte rrjete sociale, rrime, televizore, teknologji, ata përdornin teknika primitive për të penguar islamin. Çfarë përdornin? Ata përdornin propagandën e gojdhanave. Shpiknin dhe shpifnin, kise Muhamedi a.s. është nën presionin e halucinacioneve. Kise Muhamedi a.s. sheh andra, edhe ato andra i ban Kur'anit, stakfirullah. Kise Muhamedi a.s. smuret vazhdimisht dhe është epileptik. Kise Muhamedi a.s. ka marrë mësim nga prifti Behira, që e pa vetëm një herë në moshën 12 vjeçare. Në Busra, kur shkoj me tregti me Ebu Talibin e kështu më radhë.
Keni parasysh, a mund të marrë mësim një fëmijë këtë Kur'an me gjitha këto mrekulli të mëdhaja shkencore, edhe morale dhe etike, një fëmijë t'i marrë krejt të mësime 600 faqe Kur'an për një prifti, edhe ky të jetë në moshën Muhamedi sallallahu të jetë në moshën 12 vjeçare, nuk ka asnjë kuptim dhe asnjë logjik. Propaganda më e madhe cila ishte, unë jam duke bërë një krahasim atëherë dhe tash, që do të thonë, vetëm ndryshojnë mjetet, qëllimi ka qenë i njëjtë. Deri kur do zgjas ky qëllim i luftës ndaj Islamit dhe muslimanëve? Asnjënin prej nesh mos ta mbaj shpresa dhe umutis që një ditë do të mbaroj. Asnjëherë nuk mbaron. Deri në kiamet. Deri në kiamet do zgjas kjo. Kjo është normale, është. Pse? Se shejtani e mban premtimin e tij. Cilin premtim? Që i tha Allahut, unë do t'i largoj robërit tuaj nga rruga jote derisa që jenë gjallë. Allahu çfarë i dha përgjigje? Ti do i largojsh përveç robërve të mi, edhe unë do vazhdoj t'u afali derisa shpirtin e kanë në trupin e tyre. Do vazhdoj t'u afali. Shkoni, rahmeti dhe mëshira e pafund me Allahu xhaleshanu xha. Në, kjo luftë do vazhdoj deri në kiamet. Por ne me në abisin do vlezërit tarë, shqiptarë, që dalin në krah të atyre dhe përkrahin propagandat anti-islame, dhe me ne muslimanët imi ma pak komptare, së është të vërtet. Së është të vërtet. Mere kongresin e manastirit, mere lidhjen e Prizrenit, meri krejt të lëvizjet kombëtare, mbi 60% e këtyre lëvizjeve dhe pjesëtarët e këtyre lëvizjeve kombëtare kanë qenë hoxhollar dhe njerëz profesor, edhe kombëtar të mirë, fetar, musliman qofshin ose katolik, por musliman çdo herë ka pas më shumë. Ato këtë e shkelin edhe tash në nxjerrin neve si negativ. Ata çfarë përdorin? Ata edhe këto. Këto përdorin mediat. Ata përdorin çfarë? Interesant, kurejshët ishin këmbgulës në pengimin e përhapjes së Islamit. Çfarë këmbgulje kishin ata? Ata, se Mekja ishte dhe si qendër tregtare, ku të boshin shumë njerëz prej Shami, më thonë prej Palestine, prej Sirie, prej Libani, vishin prej poshtë, prej Jemeni, tregtarë të ndryshëm, edhe këta çfarë bërin grupet kurejshite anti-islame dhe anti-muslimane. Dilnin në për periferi të Mekës edhe i takonin cilët? Tregtarët. Edhe me njëherë u aipshin një CV shumë negative për Muhamedin a.s. U thoshin kështu, ma thjesht, në Mekë ju të hinit bëni tregti mirë, po ka mundësi të takoni një njeri me emrin Muhammed. Edhe kujdes, mos takojmë ata se ajo është i çmendur, edhe mund t'u atollovis trurin tuaj edhe ju të besoni në një Zot që ai ku e di pretendon se në qiell kështu me radhë, kujdes mos i tratoni zotat tuaj që kanë lënë eturit tuaj dhe baballarët tuaj. Shihni këtë metodë përdorni. A është shumë e vërtetë se tregtarët që takoheshin me Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, në momentin e parë që takoheshin me Muhammedin alayhi salatu wasalam, dashur vëllezër, dashuroheshin në elekuencën e tij, edhe në fjalorin e tij, edhe në sjelljen e tij, edhe në pamjen e tij, edhe donin me shpirt pritnin që kur të vinin prapë ta takonin Muhammed Mustafa. Pse? Se i pranonin Islamin, interesant. Shifni, andalohet, a mund të pengosh një fe e cila është Islami, edhe cila është e vetmja fe e pranuar tek Allahu xhaleshanu, a mund të pengosh për hapjen e kësaj feje? Asnjëherë. Jo që musliman që në të fort, stakfirullah, që është këtë bëmi të fort, inshallah forcohemi si musliman, sepse ma dobës se tash, asnjëherë në historisë kemi qenë. Kemi qenë njëherë në kohën e mongolve, kur hinë në Bagdad, edhe tash. Muslimant, unë e kam përmend shpesh, edhe ajo që është duhet pranohet, muslimant përjetojnë fazën më të erët të historisë të tyre. Më të erët. Por, në këtë ersir,
të madhe që e përjetojnë muslimanët, lum ata njerëz, ata besimtarë dhe besimtare që mundohen të mbajnë një kandil ndriques në zemra dhe shtëpitë e tyre, që të ndriqojnë rrugën e familjarëve të tyre në këtë errësirë kaq jashtëzakonisht të madhe që përjeton muslimanizmi. E keqja është në dy anë, domethënë, teri. Errësira muslimanëve ju vjen në të dyja anët. Ana e parë është nga ata që luftojnë me të madhe islamin, me propaganda të ndryshme, me mjete, me rjete, me investime të ndryshme, kështu me radhë. Ana e dytë dhe errësira më e madhe që ju vjen muslimanëve, u a them troq, nuk vjen nga jehudit, nuk vjen nga amerikanët, nuk vjen nga serbët, nuk vjen nga armiqët tjerë, nga vjen nga gafleti, nga dehja e trurit tonë, edhe nga dashuria shumë e madhe që kemi dalldisur në këtë dynja mës kësaj dynjaje. Fatkeqësisht. Edhe zemrat janë errësuar. Nëse të jemi pak ma pragmatik edhe ta pranojmë ashtu si është realitetin, keni parë sa harxojmë ne muslimanët për një dars. Kemi parë sa harxojmë ne muslimanët për një fustan, ta themi, të bardhë ose të kuq ose të verë, me qindra euro. Unë shpesh kam përmend, nëse një fustan është 1200 euro, a me marë buri vlej një këmish 1200 euro, e qojnë Strumic banoje, malet e Strumic. Interesant. është një sundim i trurit tonë dhe një mpirje e trurit tonë me pavedi edhe ne e bëjmë. A sa duhet që 1.000 euro, sa duhet që 500 euro, që 600 euro, kështu më radhë. E keni parë dikush, jo krejt, mos asnjëherë mos e keq kuptoni. Jo krejt. Janë disa individ. Shejtani aq keq ja ka drogu trurin, edhe ai një javë para ka shku ke kombimarja, edhe i ka bo paret krejt ka 10 euro, ose ka 100 miliard, ose ku e di unë si i ka bo të ima, që ai atë natë ndasëm me kujt tjetë ajo, të hudhje pare në ajer ka qejf, të hudhje pare në ajer. Ose, ku e di unë, një restorant shkoje 5-6 vetë ose 10 vetë edhe të paguje 250 euro faturën asaj darke kështu më radhë. E keni pa pastaj kontrastin që ne jetojmë? Në disa dyqane kam parë edhe unë, por edhe ju keni parë, ka sandëke, ai sandëk ato për bamirësi, ashtu? Kutia për bamirësi. Edhe i vreju shpesh ato, 90% ajo kutia ka 1 miliard. 1 miliard. Deri 5 miliard për gjina, edhe në 10 miliard për se va këtu. Shifni. A pejgamberi Allahu çfarë thot Muhammed Mustafaja? Thot sadakaja që ne japim, kur e jep fukara, sadakan. Ma para se ta kapje dore e fukara sadakan, ajo shkon te dore e Allahu lëshanu. Nëse Allahu teston në këtë formë, si mund për shembull ta personifikojmë maazallah, dritë e Allahut është për para te, i thua, o zot, që 1 miliard, ti qa që meriton? Stakfrullah. Unë nuk them të japosh paret e fustanit 600 euro të kutije sadakas. Nuk them. Ajo është çfarë është. Por, edhe mos e nënçmon dhënien tënde me 10 denar, se sot 10 denar është tur të jepni edhe fëmijëve, dini. S'ka ma, dhe smogit nuk janë 10 denar. Kret janë në stratosferë çmimit, keni parasysh. Por qëllimi çfarë është? Qëllimi është që ne të ndajmë, edhe ta pastrojmë një çështje dashur vëllezër. Se kush e pengon Islamin më shumë sot? Armiqët, sipas meje, lufta e armiqëve ndaj Islamit ka dhënë frute pozitive. Po, pozitive, pse? Sa më shumë të luftohet, më shumë ndriçon
drejtë e diellit të islamit, ma shumë e pranojnë islamin, pa problem, ma shumë e pranojnë, se dini, ma shumë e pranojnë, me qindra dhe me mira. Atëherë, pengesa kryesore e islamit jemi ne muslimanët. Po, pengesa kryesore jemi muslimanët. Mbreti Arabi Sauditi I qonë 3 trilion Trumpit, trilion, e dini se e trilion. 3 herë ka 999 miliard dollar. Triliona shkojnë, triliona. Që mu shkon të armiku më I përbetuar I muslimanizmit, cili I vetmi president në botë, unë ndaloj shtetet e muslimanët të hinë Amerikë. Këtë se ka thonë eskush, a I ka thonë. Ashtu. Edhe e thani një deklarat tjetër, Islami në ure neve, stakfirullah. Këtë ka thonë, kam dëgjuar dhe vetë dhe ju e keni, Islami thot në ure, ose muslimanët në ure neve. Shiftar, kush është armiku më I madh I Islamit tash? Kush është pengesa më e madhe e Islamit? Janë muslimanët. Janë muslimanët. Që më shumë I duan këngëtarët, më shumë I duan këngëtarët, më shumë I duan restoranët, më shumë I duan striptease baret, më shumë I duan kazinot, më shumë se sa xhamit dhe Islamit dhe muslimanizmit. Fatkeqësisht, pjesa e atyre. Nëse paret e atyre investohen për shkollë, para mendoni çfarë bëhet. Paret e atyre, vetëm paret e atyre. E dini që miliona në pollok, atë shifrën e saktë nuk e di, ka disa shifra, nuk janë të njëjta. Miliona dalën në javë prej kazinove të Pollogut, prej Ngosivarën të Tovë. Miliona që shkojnë. Prej rinis të orë. Mos flasim tash kur do vinë edhe këto gurbeqarët. Sa dështohet buxheti I shejtanit. A kur bëhet një xhami, a me këto paret e xhamis, bani dhe një shkollë, bani dhe një asfalt, bani kështu, vetëm kë xhami e ka. Paret e Argjillokit, sa ti qoni këtu, sa ti qoni atjeve, bani dhe një sekuni. Asnjëherë nuk thuan paret e darsmës edhe paret e kazinove qoni këtu, ke shkolla, ke xhami këtu më radhë. Lufton krejt ke Islami, interesant. Të të ureje, e keni parasysh dhe njerë, të të ureje dikush këtë kot. Asë njerë keq si ke bo, asë njerë keq s'ke folë, para to, mund kesh kontribu, bile t'i ndimojsh, a I të urejnë, interesant. E dini pse? Se të mirën e urejnë shumica e njerëzve. Keni dëgjuar atë rastin me Xixollonjën dhe Gjarpnin? Kam treguar njerë, moti ndoshta. Gjarpni e rëmben Xixollonjën të haj, Gjarpni. Dikur thot, Xixollonja kthehet edhe I thot Gjarpnit. A ben falë do të pyes një pyetje. Pse më rëmben, thot, jam unë në atë menun tëndi, ke qef të jem, ke qef Xixollonja ti hashtet, a jam atë pjesën e dietës tënde? A jam mishi jo tonë, thot, këshur shqip thjesht. Jo, thot, nuk je, thot. Po pse më rëmben të marë? Thot, më pengon drita jote, më pengon. Dritat për e që? Edhe ne sot drita e Islamit, drita e oxhollarëve, drita e xhamatit ton, drita e rinis ton që janë në rrugë të Allahut, atyre tjerë më pengon. Ato harrojnë se kjo botë, dashur vëllezër, kjo botë ekziston vetëm në sajet e Islamit. A ditë kur nuk do të ketë Islam, nuk do të ketë dynja, e dini këtë? Do mbarojë këtë dynja. Pse? Qëllimi I krijimit të kësaj dynjaje është Islami. Miliarda galaktika ka, vetëm toka është më e bukur. Miliarda planete ka që janë me miliarda herë më të mëdha. Pa fund, se sa dynjaja jonë. Jupiteri është, kush e di sa herë më I madh se toka. Mo flasim për diellin. A më zoti tokën, pse zoti tokën? Pse ka njerëz? Jo pse ka njerëz se I don shumë njerëzit më shumë se sa melekë sa qirë, jo. Allah I don krejt krijesat e vetë, se të vetët, të ati jemi. Por, se ke këto njerëz ka qu një amanet shumë të mati cilë është Islami. Kjo është. Për asë që tjetër. Unë shpeshe përmendi fjallën, Zoti neve nuk na don se ne jemi më të bukur. Së është të vërtet. Edhe pse na ka lavdruar. Lekad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Në njeriu ne krijuam në formën më të bukur. Ama mos ndaj çfarë thot.
Thumë redednahu esfele safilin. Pastaj thot, ne e zbritëm njeriu në shkallën më të ullët. Pse? Nëse kë njeri nuk i njeh nimetet edhe begatit që Allahu i ka falë. Nëse kë njeri nuk është i bindur dhe falenderues për atë që Allahu ja ka dhënë, formën më të bukur që ja ka dhënë. Nëse nuk është i bindur, nëse nuk është falenderues, nëse nuk është mirënjohës, do të këtojnë më të këqij se kafshët. Allahu neve në zgjodhi vetëm për emanetin i cili quhet Islam. Se më të fortë se ne ka melekët. Ka melekët. Gjebraili a.s. vetëm me një flet mund të mbajë 3 dynjaja. 3 dynjaja si planeti tokë. A i ka 600 flet, është flet që fluturon. Melekët fluturojnë me flet. Ashtu i përmendën në Kur'an. Keni parasysh? Ose për forcë. Israfili do e shkatroj kosmosin. Kosmosin, për forcë, a është më i fortë, Israfili. Jo vetëm kosmosin tonë, 7 kaqij do i shkatroj. Keni parasysh? Po pse jemi ne më të mirët? Ne jemi më të mirët vetëm nëse jemi në anijen e Nuhit alayhis salam. Brenda anijës. Ama si duket një pjesë e madhe e muslimanëve që sot janë bë pengesë e përparimit të Islamit, nuk duan të hipin në anijen e shpëtimit, që është një fatkeqësi jashtëzakonisht shumë e madhe dashur. Nuk duan. Pse? Se Islamin e shohin si pengesë. Normal. Ai normal se do e urrej hoxhën se unë jashaj kazino. Unë jashaj biznesin që punon me alkohol në Austri edhe në Gjermani në restoran, ose me raki, ose me mishderi. Normal që ai nuk ka simpati ndaj meje. Unë e di këtë. Aman, ai me di që unë dua që ai të hijë në xhenet, do ish ndryshe situata. Unë dua që ai të hijë në xhenet. Këtë ta kuptoj muslimani. Pse? Jemi disa udhëtar që jemi ullë në hijen e një pemë të pushojmë pak, një 60 vjet, një 70 vjet, një 80, një 20, një 25, 50, edhe të vazhdojmë atje ku jemi të destinuar të shkojmë. Ajo është ahireti i cili, them kushtimisht në thojza, fatkeqësisht nuk ka fund. Nuk ka fund. Njeriu më mirë do e kuptoj se ahireti nuk ka fund, edhe këtë përmendë edhe Kurani, fatkeqësisht interesant. Allahu krejt skenën e ahiretit, abe në ka përshkruaj disa bukur në Kuran. Krejt skenën e ahiretit në ka përshkruaj. Njeriu do thote, ja lejteni kuntu turaba. O Zot, si kur kisha qenë trua dhe të më shkilshin kam të njerëzve. Edhe mos rinjallesh a hiq, truall. Jo kafsh, ma kitë se kafsha. Abe dhe zhavar, trull, mos isha. Pse, a dit do shpaloset shikimi ynë i vërtet. Zate shikimi këtë kam përmend, mbas haditheve të pejgamberit e Islam, edhe ka ajet kuranor, që thot, fe basaru kel yawma hadid. Shikimi jot sot, është i hekurt. Ne nuk shoham mirë, dini. Ne shoham njerëz, pasurim, vetura, makina, të janë lev. Kurani këtire u thë qëfar? Dëfrim janë, të dëfrim dhe që shkujet ditë, të bëhet nesër, mas nesër. E pret sallin, se si di prenesh e pret sallin. Mos ke frikë, do vdesem, do. Amën, shikimi ynë i vërtet, do jetë momentin kur del shpirti. Atëherë do e shosh realitetin. Atëherë do e shosh sa palindje do duken edhe antarë tu të familje që të vonojnë. Presën Isam, presën Zoti Gjenetli, Zoti Gjenemli, ku e di unë andi këndi, lokuma ato, krejt, do të varosin, do shkujnë të hamë bukë restoran, as kush gajden të ndë se ka, vëllahi billahi. A e dini? A me do qarja është normale, natyrshme, do qarja lot, qarja e gjallit tëmë dhe vajzë dhe familjarve, a ti falen gjina ati, s'ti falen. Ndash qanë, ndash qeshë, ndash lishojnë edhe muzikë si do. Ti së ndimon atë ditë. Pse? Se shikimi ytë atë ditë është i hekur dhe ti shikon vetëm rrugën e ahiretit.
ti je në ahiret. Dhe gajlja më e madhe është provimi i varit se si do kalosh atë natë. A e ke mendu? 70 vjetë sa, kur me dit njeri u fix, se qëfar provimi është aj, thot pejgamberi sa, krejt jetën do kish punu për atë natë, ose për atë ditë, kur takohat me melekët e varit, me melekët e sualit, të pyetjes, me munkirin dhe nekirin, para mendo. Krejt jetën do kish punu, ta kaloj atë. Pse? Ai që e kalon atë testin, krejt rrugën të që e ka të lehet. Ai që se kalon atë testin, krejt rrugën të që e ka mazallah të rëndë. Allahu na lehtësoft gjithë, ja Rabbel Alamin. Na vetëdijsoft të kuptojmë se kjo dynjë është shumë e shkurtë, kjo dynjë është një test provimi, të punojmë atë sa kemi nevojë për dynjë, por të punojmë për ahiretin. Jo sikur, duke di që ma nuk do të vdesim kur mas vdekjes së parë. Allahu na fal gjithëve neve, familjarëve tonë, i uzoft inshallah. I shëroft të smurët tanë, i bof magfiret të vdekurit tanë, dhe fjala jonë dhe frima jonë e fundit në këtë dynjë qoftë la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, walillahil Fatiha.